Rikthehemi shikues të dashur në pjesën e dytë për këtë shtunë, po uroj që jeni duke kaluar çaste të mira bashkë me programin e mëngjesit. Dhe tash është koha që të merrni edhe këshilla sa i përket shëndetit, se gjithmonë këtu diskutojmë për këto çështje. Është mirë kur i kemi edhe doktor gjithmonë të gatshëm për të dhënë këshilla me ju, njësoj sikurse e kemi sot doktorishën Emine Ramku, e cila është orël dhe ka ardhur për neve që të diskutojmë sa i përket problemeve me sinus, po e tregoj kështu siç e njohim edhe popullorse, për shkak se kemi probleme shumë të shpeshta dhe besoj prej grup moshave nga më të ndryshmet, po krejt to edhe për shkaktar të simptoma do të diskutojmë bashkë me doktorishën. Doktorishën, mëngjes. Mirë mëngjes. Faleminderit shumë që ke ardhur. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi jemi këtu dhe e di që gjithmonë jeni gatshme për të ndarë këshilla që i shkojnë në të mirë të shikuesve, të cilët mund të kenë probleme që kanë të bëjnë me sinus, edhe pse çdo herë përmendim se si duhet ta bëjmë atë përshkrimin se çka janë edhe si manifestohen, po e nisim kështu pikërisht për ata që ndoshta mund të kenë ndonjë fazë të hershme problemi me sinus. Kështu ndoshta të dhëna të përgjithshme, sinus janë hapësira paranazale, të cilët janë të integruara në kuadër të zgavrës së hundës. Zgavra e hundës komunikon me hapësirat paranazale nëpërmjet të disa korridoreve ose disa niveleve, të cilën dhe janë kati i poshtëm, i mesëm dhe i sipërm, ku edhe ato do thotë ajrizohen apo edhe drenohen ose shprazën. Hapësirat paranazale ose sinuset janë zgavra të preformuara anatomike, ashtërore, të mbuluara me mukozë e tipit respirator, i cili do thot prodhon edhe sekret. Sekreti i cili prodhohet dhe rrjedh do thot në zgavrën e gojës, fillimisht formohet në hapësirat paranazale ose në sinus. Kjo është jo rastësisht, për shkak se me siguri që koka ose kafka do të peshonte shumë më tepër, po të mos ishin këto zgavrat ose hapësirat paranazale. Do thot e para, e dyta është se e kanë edhe efektin mbrojtës nga goditje të ndryshme. Janë dy bariera, është muri i përparëm i sinusit dhe muri i pasëm. Gjithashtu e treta është i mbron nga infekcionet, kur kemi infekcion do thotë shumë ma vështirë është me depërtu ose me dëmtu, do thotë dhe me shkun në drejtim të komplikimeve intrakraniale ose brenda në kafkë, të cilët të ndodhin. Për ndryshe hapësirat paranazale, sa i përket embriologjisë ose zhvillimit, lindim vetëm me sinusin etmoidal, pastaj gradualisht zhvillohet sinusi maksillar, frontal, sfenoidal e tjerë. Do thot ose në përkthim në gjuhën shqipe janë sinusët ballor të fytyrës, njëri është në rraj të hundës dhe njëri është në kafkë ose në bazën e kokës. Prej këtyre, cili është pak më problematik, ndoshta ose më rrezik, se nuk e di nga orël kryesisht, a konsiderohet si një rrezik i madh sinusi, apo kam pa që është një trajtim ndoshta duket i lehtë, po për personin që ka probleme me to, sigurisht e merr pak një fazë gjatë trajtimi e vështirësie. Ne i frikojmë zakonisht komplikimeve të cilët mund të rrezikojnë jetën e pacientit ose komplikime të cilat janë vdekjepruese. Andaj vetë pozita e sinusit sfenoidal dhe frontal janë ata të cilët kontaktojnë me një plak të hollë milimetrike me trurin, me cipat e trurit, andaj edhe këto i konsiderojmë si sa i përket pozitës janë më të rrezikshme, kushtimisht me thënë në krahasim me sinuset tjerë. Në përgjithësi në vend, doktorisha, dash me ditë edhe nga kontrollat që kërkohen prej anës juaj, a jemi kështu një popull që kemi në përgjithësi probleme me sinus, sepse të paktën diskutimet përditshme çdo i dytë e thot një detaj të tillë. Po. Patologjia ose smundjet e hapësirave paranazale ndërlidhen me zgavrën e hundës. Kur zgavra e hundës ka patologji ose smundje, patjetër se do të interferoj edhe në hapësirat paranazale. Si vend sa i përket
pozitës geografike, ne njihemi si një vend me klimë e cila kontinentale, e cila dimrit i ka dimrat e ftoftë dhe të gjatë dhe vera e shkurt dhe nxehtë. Po që do thot në sezonën e dimrit, vjeshtës dhe pranverës, atëherë kur mbretërojnë rinovirusët ose virusët të cilët e sulmojnë hundën, atëherë kemi një potencial të lartë që të sëmuremi. Sa i përket simptomave, tash po flasim ndoshta prej moshave të hershme krejt, kur e dim që kemi probleme me sinus? Në çfarë forma shfaqen problematikat? E para. E para është pengesat në frymarrje, rrjedhje nga hundët. Ky sekrecion mund të jetë pa ngjyrë apo edhe i ngjyrosur, me ngjyrë të verdhë dhe të gjelbërt. Pastaj janë kokëdhëmbjet. Kokëdhëmbjet janë karakteristike, rastet të cilët vinë të unë dhe drejtohen, janë rastet të cilët tankohen se kanë dhimbje në nivelin e vetullave, në nivel të rënjes së syve, në nivel të mollëzave dhe dikun mrapa kokës ose dhe në thellësi në bazë të kafkës. Po, këto janë do të thotë simptomat. Tash për shembull te pjesa e trajtimit, se e di që shumë kush edhe bën intervenim, varësisht edhe ju çush e rekomandoni, po më shumë po bazohem ndoshta edhe bisedat të përditshme që kemi me persona që vuajnë nga këto probleme. Për shembull, rastet e kokëdhëmbjes, kur nisin të tilla, a rekomandohen që të shkojnë ndonjë trajtim më i lehtë apo duhet me patjetër, varësisht nga simptomat që të nënshtrohet tek operimi, çush e rekomandoni ju? Së pari duhet të vendoset diagnoza. Fillimi është diagnoza vendosjes, diagnozës është fillimi i trajtimit faktikisht. Filloj me diagnozë ku aty kërkojmë disa ekzaminime dhe testime të cilët do ta verifikojnë atë se çka dyshojmë në anamnezë. Nëse kemi anamnezë pozitive, është në ankesë në kokëdhëmbje dhe pengesa në frymarrje, gjithashtu kemi ndoshta edhe anamnezë pozitive familjare, atëherë i qasemi disa ekzaminimeve. Këto janë ekzaminimi rinoskopik ose ekzaminimi i hundës së përparme, endoskopia ose rinoskopia e pasme, pastaj marrja e strishës, CT-ja në 3 rrafshe e kokës ose hapësira e paranazale. Është plani horizontal, vertikal dhe transversal. Këto 3 rrafshe na japin një imazh të qartë se lidhje me strukturat e hundës dhe hapësira e paranazale, gjithashtu edhe përmbajtjes ose konzistencës. Kjo përmbajtje mund të jetë të shkojë në drejtim të inflamacionit, në drejtim të alergjisë, në drejtim të polipozave, ku polipozat mund të mbyllin hapësirën e hundës dhe të plotësojnë hapësirën e sinusëve. Pastaj janë infeksione të ndryshme, është devijimi i perdës hunde, rritja gockave të hundës, të gjitha, bajama e tretë, të gjitha këto mujnë me paraprit, domethënë një patologji ose një smundje të tillë të sinusëve. Nga këto, cila paraqet vështirësi më të madhe për shembull te individi, te personi që vuan prej? Po, tash do thotë po nisa nga ajo çka është me probabilitet më të lartë. Personi i cili ka devijim të perdës hundës ka potencial më të madh që të fitojë infeksione më të shpeshta, të cilët çojnë në kronicitet ose në një proces kronik i cili zgjat më shumë se 3 muaj. Sa i përket devijimit, çdo i dyti do thotë është patologji shumë e shpeshtë. A gjithmonë e dukshme? Kështu në shikim të parë apo vetëm e vremi? Jo, e vrem do thotë gjatë ekzaminimit. Kështu që kjo jep një potencial për të shkaktuar një patologji të tillë, po jo se secili i cili ka devijim, unë edhe shpesh pacientave i them, nuk do thot me pas devijim dhe me pas probleme me sinus. Këtë më varet nga ajo, nga rrymimi se si e gjen do thot organizmi rrugën për të ajros hapësirat paranazale dhe hundën.
Po janë vinë edhe smundjet e tjera, si që janë polipozat e hundës, rinitet alergjike, bajama e tretë, rritja e guackave të hundës, pasi që hapësira e hundës ndahet me disa formacione, të cilët ne i quajmë konka nazale, ose guacka të hundës, të cilët e ndajnë hundën në 3 etazhe, të cilët i përmenda edhe më herët. Po, edhe i prin lëndimet e hundës, do thotë edhe ato mund të shkaktojnë deformitetet të ndryshme, të cilët pastaj do të transformohen në probleme të tilla. A kërkojnë operim këto devime që mund vinë si shkak i lëndimeve, ndoshta në përditshmëri që mund t'i ndodhin individëve? Gjithmonë është mirë. Unë shpesh ju them edhe prindve që mos ta neglizhojnë lëndimin e hundës, janë lëndime të shpeshta, pasi që hunda është pjesa më e prominuar e fytyrës dhe mundësia që të lëndohet, sidomos në moshën fëmijërore, është më e madhe. Mundësia pastaj që pas lëndimeve të marrë një kahje të jo të duhur është më e madhe te fëmijët, për shkak se nuk ka përfunduar ende rritja e eshtrave të fytyrës dhe pikave të rritjes. Do thotë, këto janë ato të cilët mund ta devijojnë hapësirën, perdhën e hundës dhe pastaj që të jetë potencial për probleme me sinus. Doktoresh, nga përvoja e përditshme, a jemi të prirur që t'i dallojmë këto probleme herët, nëse vinë ato edhe në moshë krejt të hershme të fëminisë, pa jo vetëm lëndim tash që po e flasim, po probleme tipike që kanë të bëjnë me sinus, apo është një fazë kur ndoshta fillimisht vrehet, mandej kalon si fazë, po mund të rikthehet prapë. Sa jemi të prirur që t'i bëjmë kontrollet e ta dimë ku është problemi? Unë po i shoh prej pacientave edhe shpesh mundona që t'i edukojnë atë drejtim që të jenë më të kujdesshëm sa i përket këtij problemi, është që mos t'i neglizhojnë pengesat në frymarrje, mos t'i neglizhojnë sekrecionin, kokdhëmbjen. Gjithmonë është mirë që të konsultohet otorinolaringologu, për shkak se jetojmë në një vend ku shëndetësia lejohet ta marrim atë, me thonë, trimnin e mjekut, që pacientit të bëhet vetë mjek. Shumë shpesh më thojnë pacientat, unë jam vetë doktori vetës. Nuk mund të jesh doktori vetës. Do të dikush syri i tretë me e pase për çka është fjala. Qasja shkon barnatore dhe blen një preparat i cili që ka përdorur ndoshta dikush tjetër, tash po e marrë edhe unë. Po, nuk guxon me u dhanë pa përshkrim të mjekut. Janë disa kriteret të cilët për fat keq nuk respektohen në Kosovë. Andaj nuk është mirë me shku edhe me abuzu për shembull me pika për hund. Unë kam shumë pacienta të cilët janë bërë të mvarur pe pikave për hund. Pikat për hund të cilët i ngushtojnë ente e gjakut dhe lirojnë frymarrjen, janë pikat të cilët kanë përmbajtje të hormoneve dhe pseudoefedrin. Kështu që këto mundeni me i pa dhe vetën prospekt të lexoni, se kur i ngushtojnë anët e gjakut, rrisin presionin e sistemit kardiovaskular në përgjithësi dhe mund të shkaktojnë shumë dame, do thotë janë shumë të rrezikshme. Pra në shëndet, çfarë problemi mundet me shkaktu? Ndoshta kemi shumë që i përdorin, që shkoj tregon. Çfarë problemi mundet për shembull nëse e marrim pa rekomandim tuaj për shembull? Edhe shkaktojnë varshmëri, do thotë pastaj nuk mundëm me marrë frym pa përdorimin e tyre. Do thotë shpesh edhe në përshkrim gjatë raportet e ceku që ka varshmëri nga pikat për hund. E qartë, po. Te moshat me cilat kryesisht keni përvoja më të shpeshta, doktoresh, du ta di këtë, qoftë edhe nga ana e moshave krejt hershme, të fëminisë, apo kryesisht ku janë problemet më të shpeshta të cilat për mosha? Kështu, sa i përket patologjisë është e shpesht, edhe vinë të gjitha moshat, po ajo që ka është një kategori shumë e ndërlikuar edhe që jep shumë komplikime, janë mosha fëmijërore. Po. Do thotë, nëse kjo vjen deri tek prindërit, kjo porosi, nëse fëmiu ankohet, mos e neglizhoni, në pengesa në frymarrje, sekrecion edhe kokdhëmbje,
nëse vreni që ka ajtje të kapakut të syrit, gjithashtu është njëri ndër indikacione që të lajmëron të otorinolaringolog. Te pjesa e operimeve, du të ndalim edhe këtu, po para kësaj, realisht kisha dashur me folje edhe për të themi mjekësinë alternative, nëse mund ta quaj kështu, se shumë mirë që e përmende që jo duhet ta kenë konsultimin patjetër me mjekun para se të shkojnë në barnatore. Kam dëgjuar raste që ka për shembull lloje të ndryshme të perimeve që lëngun e tyre përdorin për sinus, të trangujve, të egër, nëse nuk gaboj. Sa e dëmshme mund të jetë mjekësia alternative në këto raste? Çdo preparat i cili përdoret, shumica e tyre janë alkaloide, do thotë janë preparate të cilët janë të bazuara në barnishta. Po që janë të përpunuara në aspektin farmaceutik edhe në fabrik. Me nanogram do thotë peshohet, testohet në shtazë eksperimentale, pastaj lëshohet në treg. Përderisa preparatet alkaloide ose barnishta të cilët i përdorin pacientat të pa përpunuara në aspektin e pastërtisë, në aspektin e sterilitetit, në aspektin e peshimit, në aspektin e dozimit, shumica e barnave dozohen me kilogram peshë trupore. Do thotë gjithçka që ka futet. Unë edhe shpesh ju tham pacientave, kur më vinë, jo veç edhe për sinus, po edhe për smundjet të tjera, tama ata që ka jetu e marë është për konzumim orale jo lokal, në hund ose në vesh. Dhe thotë, po për fat keq, unë po ishën një trend shumë i cili po shkon në drejtim të gabuar, është qasja në internet. Dhe thotë, dikush elshon një propagandë, me thonën, dhe kjo mirësi e tillë është gjithmonë ma mirë edhe ma lehtë me qelë frigoriferin edhe me nxjerrë diçka dhe me ja apliku vetës se sa me shku me diçka që ka të preferon mjeku. Pra eksperimentet duhet i kursejnë, nuk bën... Kum pas raste kur kanë ardhur me reakcione alergjike të vrudhshme, të cilët ndonjëherë përfundojnë edhe me hapjen e zgavërës, me traheotomi, me dhanjen e medikamenteve, intubimit e oksigjenit e tjere. Pra shkakton një problem tjetër. Patjetër. Prej njerëz. Dhe diçka që nuk është e testuar, nuk është mirë të aplikohet. Patjetër po. Te operacionet, a është i vështirë operimi i sinusëve doktoresh, apo gjithmonë varet nga individi, nga organizmi i tij, nga mënyra se si e ka problemin? Nëse më lejohet, atëherë unë kisha ndarë intervenimet kirurgjikale të hapësirave paranazale në disa grupe. Po, patjetër. Janë intervenimet preventive, të cilët e pengojnë ose e parapengojnë problemin në sinus, si që janë drejtimi i perdës së hundës ose septoplastika, konkotomia ose mukotomia, largimi i bajamës tretë, largimi polipozave të hundës, reponimi i hundës, dhe të gjitha janë këto të cilët mund të pengojnë problemeve të radhës të hapësirave paranazale. Në grupin e dytë janë ato kurative të cilët është gjithmonë mirë që të shoqëruara, të cilët nënkuptojnë largimin e patologjisë primare, të cilët i përmenda në grupin e parë, por janë edhe intervenimet të cilët endoskopike, ku futemi do thot me endoskop në hapësirat ose në zgavrat paranazale dhe i pastrojmë ato nga patologjia, procesi patologjik, dhe të tretat janë ato të cilët veç jemi fut në fazën e komplikimeve, ku duhet me i ba trijat. Duhet me i ba intervenimet të cilët e ka shkaktuar patologjin, dytën shprazjen e sinusëve dhe treta me umar me komplikime të cilët mund të jenë intrakraniale dhe ekstrakraniale, ose ato të cilët që zhvillohen në tru dhe ato jashtë trurit. Gjithmonë, këto ndërhyrje konsideruat janë edhe të suksesshme dhe të efektshme pastaj. A ndodh që në rastet, ndoshta x rastet ketë komplikime ose jo të suksesshme t'jenë për atë individe që duhet i nënshtrohet pastaj prapë, apo cila duhet jetë forma e trajtimit? Si e shenit, paktën nga përvoja që keni pas deri tash? Shpesh kur ju preferoj pacientave një intervenim të tillë,
ata nisen me përvojët e tjerëve, ka pas sukses ose nuk ka pas sukses. Në mjekësi garancë nuk ka, e para, e dyta nuk më varet vetëm nga dora e operatorit, më varet edhe nga fuqit imunobiologjike dhe ato se si do ta përballoj pacienti. Dhe pa tjetër nga teknika e cila zbatohet. Do thotë shumë varet edhe nga atë se si qasëmi problemit. A mund t'jetë fazë përsëritje, doktoresh, problemi me sinos, për shembull? Po, kemi raste për shembull të polipozat e hundës, ku shumica e rasteve janë me etiologji alergjike. Ne genetikën edhe organizmin nuk mund ta ndryshojmë. Ne edhe pse masën e largojmë, ai organizëm i cili ka lind me gjene të trashëguara dhe ka probleme me alergji gjithmonë potencial me kriju përsëri. Kemi pas raste kur edhe me 10 herë kemi bë intervenimin te polipozat e hundës. Te një person po flasim? Te një person, po. Sepse është patologji e tillë që ajo mukozë dhe ajo strukturë do ta prodhoj në të ardhmen përsëri një patologji. Edhe pse përpos intervenimit kirurgjikal japim edhe pas trajtimit, do thotë trajtojmë pacientin me kortikosteroid ose mundohemi që fazën postoperative ta kaloj sa më lehtë edhe sa më tepër ta shty intervenimin e radhës. Si bëhet zakonisht kjo fazë? Sa është e lehtë, po themi, ose edhe distanca mes intervenimeve që po e konsideroni si në këtë rast, çfarë kohe, çfarë periudhe kohore duhet ketë për të kryer intervenimin e radhës, nëse i pari ka qenë jo i suksesshëm, nëse mund ta quaj kështu, për shkak të individit. Tash do thotë ke fjalën për polipozat e hundës apo në përgjithësi? Polipoza e hundës gjithmonë duhet së pari të diagnostikohet, të gjendet shkaku. 20% të rastet nuk kanë alergji, po kanë intolerancë në aspirinë dhe në preparate të ndryshme medikamentoze. Por sido që fillojmë do thotë ta trajtojmë me kortikosteroid, me barna të cilët kanë përmbajtje të pseudoefidrinës, po në kontrollën e mjekut me kilogram peshë trupore, pastaj me kortikosteroid lokal. Nëse nuk kemi rezultat, atëre shkojmë në fazën kur pacientit i propozojmë intervenim të tillë. Intervenimi bëhet në anestezion të përgjithshëm me endoskop ose me intervenimi i tillë quhet endoskopia funksionale endonazale e hapësirave paranazale. Pastaj mas intervenimit bëhet tamponada e hundës për disa ditë qëndron, ajo largohet, pacientit përsëri i përshkruajmë kortikosteroid me shemë, do thotë si mas kilogramve peshë trupore dhe doza është goditëse, pastaj shkon duke u zvoglu, do thotë nuk shkojmë rapid me ndërprerjen e saj, pasi që dim se kortikosteroidi prodhohet në gjendërën biveshkore, andaj nuk e ngarkojmë pacientin dhe nuk e kompromitojmë tajimin e normal në të ardhmen. Për t'i kryer këto shërbime, doktoresh, si e konsideroni që qëndrojmë ne me kapacitetet tona në shërbimet e klinikës që i kemi këtu? Me keqardhje ndoshta edhe keni pa që ne faktikisht otorinolaringologët për shkak të një politike kadrovike jo të suksesshme, nuk po du me përmend, nuk po du me hym politik, po nuk është punu në atë drejtim. Në qendrën klinike universitare për momentin jemi 6 otorinolaringolog ose 6 specialista ku jemi shërbim terciar. Shërbimi terciar nënkupton që jemi qendrë e vetme referente për krejt Kosovën, po në atë drejtim nuk është punu. Dhe thotë çdo largim i më të tjeshëm i secili prej kolegëve do të kollaboj ose do ta mbyll sektorin ose repartin në fjalë. Që i bie rastet janë besoj enorme sa i përket kërkesave, por që operoni me 6 otorinolaringolog dhe një anesteziolog. Çka shumë pak, për një popullat 2 milionë.
Sigurisht. Edhe për fund, doktorish, do është veç një këshill të përgjithshme që e jep për krejt ata shikues që po na ndjekin, sa i përket problemeve të tilla që mbase mos të hezitojnë edhe ta kenë sa më afër zgjidhjen e problemit, po e quaj kështu. Unë po nisëm prej asaj se bazat e mjekësisë është në preventiv, më mirë ta pengojmë se sa të mjekojmë. Intervenimet të tilla janë të kushtueshme, janë intervenimet të cilët përpos mjeteve financiare, kërkojnë mbështetje teknike, kërkojnë staf, por kërkojnë edhe kohë dhe përkushtim nga ana e pacientit. Ashtu që çdo problem i cili mund të avërrejnë pacienti, është më mirë që në fazën fillestare të paraqiten te otorinolaringolog. Patjetër, veç po të kthej edhe një herë tek çështja e pajisjeve, besoj që nuk ka ankesa ose mungesa në klinik, por është problemi tek numri, tek stafi Te stafi edhe profilit juaj. Po. Ja, është sigurisht. Faleminderit shumë që ke qenë pjesë e jona. Faleminderit. Faleminderit. Me që dashur, kemi qenë bashkë me doktorishën Emine Ramku, pra si që dhe theksoj edhe në fund pra problemin që qëndron në klinikën universitare këtu në QKUK në Prishtinë, problemi është tek numri i pakt i otorinolaringologëve, gjë që e pengon themi ose e vështirëson punën për shkak se operojnë në gjithë Kosovën edhe rastet i kanë gjitha. Dashte me shtu diçka? Deshta vetëm me shtu se e kemi 40 specializantë të cilët do të besoj do të vazhdojnë rrugën tonë, edhe ky numër është i vogël për këtë Kosovën, se ato distribuohen në përqendrat e tyre, por sido që tjetë është një shpresë që t'ju lehtësohet puna dhe juve. Po, veç edhe urojnë t'i kemi në vend dhe mos na ikin jashtë vendit, se kjo po na demoralizon kisha me thënë si popull, sepse s'po mundemi mi asiguru edhe ato të ardhurat që atyre ju takojnë edhe për punën që e bëjnë dhe që është e jashtëzakonshme. Faleminderit edhe një herë doktorish. Ne po vazhdojmë me një tjetër material, shikues të dashur, është tek dita e pranverës, pra me 21 mars, ne kemi pas aktivitete të ndryshme këtu në kryeqytet.